Për mu ka qenë kryesor moment më i rëndësishëm angazhimi, kontributi për atë dhe. Gjatë tërë kohës. Edhe sot është i tillë. Në qoftë se mund ndikosh, të veprosh, të bësh diçka për atë dheun, është angazhimi më domethënës. është angazhimi më i rëndësishëm se e vën një gur në themelin e atë dheut. Kosova është shtet i pavarur sot. Po në themelin e saj duhet vën gur edhe më tutje. Duhet me i shërby atë dheu gjithmonë. Mandej për mu ka qenë shumë domethënës të bëjmë të bashkëdhetarëve, të mërgjimtarëve, manifestimet të ndryshme, ne i kemi festuar për shembull dhe sot i festojmë festat kombëtare, ajo ka qenë gëzim edhe lumturi edhe are ka qenë për të gjithë. Edhe për mu edhe për të tjerët. Kemi organizuar demonstrata, është dashur edhe kohë edhe mund edhe punë, edhe shpenzime besa, edhe këto kanë qenë momente shumë të rëndësishme që i shërbejnë atë dheut. Unë personalisht jam angazhua komajt ligjërata, kanë lyp, studentë kanë lyp. Në shkollat larta, në fakultet, për studenta, ligjërata për Kosovën, për atë dheun. Në shkolla fillore, ka marrë ligjërata për personelin punues të arsimit në këtë komunën. Këta i kanë ditët utvecklingsdagar, ditët e zhvillimit, ditët e arsimimit, arsimuan kurset ndryshme bojnë, edhe një dytë e kanë para, kjo ka qenë 99-ën. E kanë para pa informacione për Kosovën, kush mundet më në dhonë Feta Vahtiri. Edhe 2 grupe i kom pas ka 300 vetë, një para dite, një mas dite. Në shkollë Anje Berz Gimnazjet, në gjimnazat jashtë, aty ligjërata për shembull, disa parti politike edhe ato ishin të interesuar më lëpën në mëgjetën, a bën me na majtë dhe neve me na kallëzua, po më bën.